se për shembull shumica dihen sot që do t'jenë, ka me qenë propozim Agemaliu për Ferizaj, dihet edhe Shaqir Tutaj për Prizren edhe Ferit Idrizi për Pushtrej, po janë edhe disa komuna tjera ku si jemi në pushtet dhe ku ose kryetarët aktual të atyre degëve ose kandidatët që i kanë nxjerr organe drejtuese të degës i kanë sjellë dhe ne i aprovojmë, sepse statuti na ka dhënë këtë drejt, këtë obligim bile. Pastaj kemi situata në degë caktuar ku mundet me pas 2 ose më shumë dhe që i plotësojnë kriteret edhe pastaj mundën me ardhur në kryesi me u diskutu dhe nëse dalin 2 ose më shumë mundet duhet me hymë në proces votime. Po Prishtina nështë urani si të nuhet, po kretë Prishtina e din që urani ka me qenë, jo vetëm nam PDK, po më nërmeni edhe qytetarët të cilët janë duke kërku. Por që në kuptimin formal, urani do të shpall, besoj kandidaturën e ti shpejt e s'pëja prishim me folë më shumë për atë shpallje. Okej, në komunat që udhëheqni, do më dhënë Ferizaj, do tjetë Agemaliu. Në Prizren, po ashtu Shaqir Tutaj. Në Mitrovic nuk do t'jetë Bedri Hamza, po? Në Mitrovic nuk do t'jetë Bedri Hamza. A që do t'jetë kandidat për kryeministë të përsëri? Çështje që është ditë shumë herët që kemi diskutu. Unë besoj që kryesia gjatë kësaj jave në fakt kanë mbledhjen e radhës për me ja dhënë besimin si propozim nën kryetarit komunës që është dhe nën kryetarit degës. Nën kryetari komunës